do doja të fokusoshim pak të rasti Durrësit. Aulon, çfarë prisni nga rinumërimi i, më tha, diku te 40% e kutive, pak a shumë? Pak a shumë, po. Faktikisht, unë kam kërku hapjen e të gjithë kutive të qarkut Durrës. Po. Ndërkohë, Kasi ka vendos, domethënë, në mënyrë çuditshme për mendimin tim, që të hapen vetëm disa kuti, cilat unë edhe si kam kërku, po gjithsesi unë jam pro hapjes gjithë kutive. Hapja e këtyre kutive të pjesshme u kërkua vetëm nga 2 anëtarët e PD-s apo nga gjithë Kasi? Po, nga 2 anëtarët e PD-s, pavarësisht se unë kam bëj betejë shumë gjatë. Po pse në rastin tuaj vendosën që të hapeshin pjesërisht dhe për Tiranën dhe Firin? Nuk e di. Këtë nuk jam gjendje me shpjegu akoma. Nuk kërkova arsye, vendimarrja tyre. Gjithsesi unë jam drejtu Kasit si Aulon Kalaja. Po. Pastaj ka qenë Partia Balli Kombëtar Demokrat që ka kërku votat për të ditë se sa ka marrë Aulon Kalaja. Kam shtu kërkesën time tek ajo që ka çu PD-ja në Kas, përsa ata kërkuan pavlefshmëri, ndërkohë unë kam kërkuar rinumërim të zgjedhjeve dhe së fundmi me Partinë Lëvizje Legalitetit që kam pas interes të lishëm në raport me garën time në Durrës. Pra, jam drejtuar në mënyrë të 4 fish Kasit që të hapen kutitë e Durrës. Vetëm Partisë Demokratike nuk je drejtuar, që je pjesë. Po edhe Partisë Demokratike, pra, këtë po them. Edhe me anë PD-s. Me anë gjitha, domethënë, dhe faktikisht ajo që ka ndodhur, domethënë, dhe është fatkeqësia më e madhe për mendimin tim është e kodit zgjedhor që kandidatët nuk legjitimohen. Pra ne jemi palë në proces, ne kemi dalë aty dhe kemi kërkuar vota personale, ndërkohë ligjvënësi ka parashikuar që kandidatët nuk legjitimohen në proces dhe gjithë betejë ime personale në këtë rast, ka qenë pikërisht për këtë moment. Jo për Aulonin, sepse gara ime tani po e merr drejtimin. Po për garat që do ndodhin pas meje, unë mund mos kandidoj më, mund të jenë kandidat tjerë, dhe të vendoset një precedent, duke pas parasysh që Komisioni Venecias dhe OSBE Diri i ka kërkuar ligjvënësit shqiptar që të konsiderojnë mundësinë që neve kandidatët të jemi palë në proces që të kërkojmë rinumërim të rest. Sepse në rast se partia nuk kërkon rinumërim, atëherë ku do ta gjejmë drejtën? Ushtar partie. Vetëm një sekond, Aulon. Je ushtar partie. Të lutem, po ti ishe pjesëtar i një force tre politike, do të mirëkuptoja, po ti je pjesë e partisë dytë më të madhe në vend, dhe mos e gjesh këtë mbështetje, atëherë ka problem partia atë. Edhe herë. Se partia i ka gjithë mekanizmat për të shkuar në maj. Ka dhe më keq. Pse nuk e ke pasur mbështetje nga PD-ja? E ke sot një përgjigje? Shiko, të them diçka unë ty. Unë jam kandidat i parë në Republikën e Shqipërisë, jam drejtu Kasit për çështjen e hapjes kutive. Po. Kur jam drejtu Kasit, jam drejtu si Aulon Kalaja, sepse i ka qenë data 14 maj, e kupton. Pra ishin proces, sepse unë po e shikoja çapo ndodhte, më rrëzoi Kasi dhe më tha, kur dal tabela përfundimtare, atëherë hajde ankohu. Okej, prita tabelën përfundimtare, kërkova pamjet filmike. Na janë vënë një 18 ditë pamjet, domethënë, ndërkohë që ligjvënësi na kishte lënë vetëm 5 ditë në dispozicion që ne të analizonim 493 kuti, cilat një kuti shkonte 75 minuta. Domethënë nuk e di ditë nata 24 orë, ka këta Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me gjithë atë staf që ka, administrat, me gjithë numëruesit që ka pas në për gjithë qarkun e Durrësit, e nxorri rezultatin për 15 ditë. Ne na e kërkoshim për 5 ditë. Okej. Edhe dakord, i zgjidhëm, dje kam çu provat pa kundërshtueshme. Po. Arsyeja kryesore pse është hap Durrësi, dje kanë qenë provat e mia që i kam nxjerrë në ekran. Jam i vetmi kandidat që kam nxjerrë aty mënyrën se si është manipuluar vota. Okej. Në një qendër të Sukthit, në Sukth, 1361, unë kisha marrë 4 vota. Po. 4 herë dilte emrim në ekran. Mi kishin marrë 2 vota dhe në proces verbal më kishin shkruar 2 vota. I kishin marrë dhe i kandidati tjetër 2 vota, i kishin marrë dhe i kandidate e zonjë tjetër nga Durrësi 1 vot, i kishin çuar një kandidat tjetër, pra një lloj zallamahie dhe këtë nuk e kam pa vetëm në një kuti. E kam pa në disa kuti dhe prandaj e nisa këtë betejë. Që do të thotë edhe Durrësi mund të ketë fatin e Dibrës në një farë mënyrë si analizë? Pra trafikim brenda partisë apo... Shiko, unë aty në kuti kam gjetë edhe PDPS, me të thonë të vërtetën, dhe ja kam vendosë, po Kasit ja kam vendosë në dispozicion. Partia Socialiste i ka marrë Partisë Demokratike disa vota dhe ka marrë disa votat pavlefshme. Si e kam gjetun këtë? Sepse ta thash dhe herë tjetër, unë kam parë dhe metodologjia ime është videot ndërmjet subjekteve politike. Aty e kam parë votën time, sepse aty del vota për herë të parë. Dhe gjithë lufta ime tani nuk është vetëm te kutit, nuk do mbaroj te kutit lufta ime, se çka ka te kutit. Duhet patjetër që të rakordohet video me atë që është në kuti, sepse marrim 2 shembuj konkret që më kanë ndodhur. Mund të jetë një votë
e cilat këtë qenë vetëm për Partinë Demokratike, dhe ka shumë vota të tilla, sepse individët kanë votu vetëm për PD-n, sidomos moshat e treta që nuk kanë pas nerva për me votu dhe preferencial, sepse ngatroheshin, apo jo, kanë votu njëshin dhe kanë shku në punë vetë. Dhe kur kemi parasysh që kutia njëshit ka qenë kaq e madhe, kutia subjekteve politike, ndërsa kutia jon duhej xham zmadhues, apo jo. Se edhe ky ishte një diskriminimi. Shumë e rëndë pra, sepse nuk ju intereson lista hapur këtyre, apo jo. Atëherë, kjo vota që është votu vetëm njëshi, më vonë mund t'jetë marrë dhe mund t'jetë tërsu në numrimin e dytë. Ose i ka kalu X kandidati, ose një komisioner i caktum ka vendos X-in të X kandidat. Apo jo? Dhe ja ku t'u bë manipulimi parë. Manipulimi